Për te dëshirës për të qenë sa më elegant, në mbrëmje e minimaturës, ekspertë paralajmërojnë se gara për luks mund të krijojë edhe pasojë emocionale te fëmijët e familjet. Në disa raste, pamundësia ekonomike për të përballuar shpenzimet i vendos prindërit përballë zgjedhjeve të vështira, ndërsa vetë fëmijët përjetojnë ndjenjën përjashtimi. Në një intervistë për Senat Televizion, psikologja Bona Mikli thekson se krahasimi i vazhdueshëm me bashkëmoshatarët mund të ndikojë në vetëvlerësimin e adoleshentëve, e se roli i prindërve mbetet vendimtar për të ndihmuar ata të kuptojnë vlerat e vërteta të kësaj etape të jetës. Patjetër që ka një ndikim shumë të madh. Unë njoh shumë familje ku për shkak sepse nuk kanë mundësi që të blejnë vajzës së tyre një fustan të bukur për minimaturën ose edhe maturën, nuk e lejojnë vajzën e tyre që të vinë, që të shkojnë në një festë të tillë. Dhe kjo ndikon shumë tek një vajzë apo një djalë. Gjithashtu diçka tjetër që ka dhe familje të tjera që për mundësitë që kanë mund të blejnë një veshje të bukur për vajzën ose edhe një kostum për djalin e tyre, por që vajza ndihet sikur nuk është në atë arritjen e duhur me moshatarët e vet. Kështu që edhe në momentin që ajo shkon në një minimatur, ndihet sikur është që nuk është njësoj me tjerët, që nuk i duket vetja e bukur, që nuk ka fustanin e duhur, që fustani vet nuk ka kushtuar kaq shumë sa të tjerët, dhe sado që kjo vajza apo ky djalë shkon në një festë të tillë, thellë në zemrën e vet ndihet i papërmbushur. Prandaj është shumë e rëndësishme që prindrit sot kuptojnë që kur i çojnë fëmijët e tyre në një minimatur, në një festë të caktuar, të mësojnë fëmijëve të tyre që sot nuk po festohet marka, nuk po festohet bukuria e tyre jashtme, po festohet përpjekja e tyre, po festohet fillimi i përmbushjeve të ëndrave të tyre në jetën e tyre, që prindërit e tyre të bëjnë një festë përpara se ta çojnë fëmijën e tyre në një parti, edhe t'i thonë fëmijës, edhe me një kartolinë, edhe me një dhuratë vogël, edhe me diçka të shkruar ku t'i thonë fëmijës së tyre që mami është krenare për ty, babi është shumë krenar për ty, që ne jemi të lumtur që ti ke mbaruar këtë udhtim, edhe je kjo vajza e bukur, beautiful inside out, ose ky djali i fort në shpirt, në zemër, por edhe në trup, why not? Mesazhe të tilla që mbeten. Sipas saj, mbrëmja e minimaturës nuk duhet të kthehet në një garë për veshjen më të shtrenjtë apo për pamjen më luksoze, por në një moment që feston përfundimin e një etape të rëndësishme e fillimin e një rrugtimi të ri. Psikologja Bona Mikli u bën thirrje prindërve të përforcojnë vetbesimin e fëmijëve me mbështetje e vlerësim, duke kujtuar se arritjet e karakterit kanë më shumë rëndësi se sa pamja e jashtme.